ti mua ç'a mund të ofrosh ti për 6 muaj ose 3 muaj në fushat zgjedhore kur ti ishe në balkon. Pra ke humbur atë çfarë themi vjeshmërinë e punës tënde në jetën politike. Dhe njerëzit janë zhgënjur apo ka pas intriga të brendshme brenda partisë dhe normalisht ti nuk kishe mundësi të jepe rrugëzidhje, zbrite nga balkoni, shkoje duke bërë aktivitete politike dhe s'kuptoi asgjë sepse gjithë njerëzit u gëzonin se ti ke dal nga burgu i pallatit, pra i balkonit. Pra, duke qenë në këto kushte, zoti Rama bëri çfarë ishte e mundur dhe realizoi, të jemi realist, po pa ndihmën e 20 prokurorëve të SPAK-ut, zoti Rama nuk mund të arrinte këtë gjë dhe pa ndihmën vendimtare të gjyqtarëve të posaçëm të shkallës parë dhe të apelit. Pra, dhe gjykatës së plepave 2, gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë të lutem nuk përjashtojnë nga ky fakt, por më lejoni të them këto magjistratë të cilët unë mendoj që duhet i kishin nënshtruar kushtetutës, po i nënshtrojnë statutit të Partisë Socialiste. Normalisht e drejta e tyre të bëjnë atë që ata mendojnë, por është detyrimi im të them që ata e bëjnë në mënyrë të gabuar, por unë jam i bindur që do të ketë ndëshkime ligjore për ata magjistratë të cilët nuk respektojnë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Por nuk është momenti sepse nuk ka vlerë fare për mua kjo gjë, as për qytetarët që dëgjojnë cili do të jetë ndëshkimi ligjor ndaj atyre. Nuk ka vlerë, por në një moment të dytë do ta shikojmë dhe ta dëgjojmë në kalimin e kohës. Por shkojmë tani tek faktet. E zoti Meta i cili mbetet në burg. Zoti Meta është kryetar partie. Ka momentalisht në parlamentin aktual 3 deputet, në parlamentin e ardhshëm do të ketë 4 deputet. Pra arriti një më shumë se sa 2021. Ju do thotë zoti Meta është një armik shumë i fortë që zoti Rama e arriti ta fusi në burg. Dhe pse arriti zoti Rama ta fusi në burg? Sepse ka zotin Meta dhe zotin Velia i ka njerëz të cilët janë të familje socialiste dhe ai orienton gjyqësorin që ata të rinë në burg që zoti Rama mos ketë problem që ata të kenë mundësinë e forcimit. Tani shkojmë tek rasti i vendimarrjes për zotin Meta. Shkojmë te rasti Gëllçi. Pse e them si rast? Sepse unë e kam thënë si rast, pastaj kanë dalë të tjerë dhe thënë na kemi rastin Gëllçi dhe kështu me radhë vlerë ato. Kopjoj njëri tjetrin s'ka gjë. Pastaj s'ka dalë me dokumenta thot kush. Po gjithsesi. Tani, ky është vendimi i Gjykatës Evropiane. Mirë, nuk merrem me këtë këtu. Këto supozojmë që kanë ignorant europianët. Mirë. Shkëm këta të reformuar nga europianë dhe nga amerikanët. Kujdes tani, këta janë ignorant, më kupton, këta nuk kuptojnë, ndërsa shkojmë tek reforma e asistuar nga europianë dhe ndërkombëtarë, shumë pra në mbretja në përgjithësi. Tani, shkojmë te gjykata e shkallës parë, lënë në fuqi rastin e arrest në burg për zotin Gëllçi. Po më fal, prokurori i trajnuar apo i trajtuar, nuk e di, zgjedhet si do duash ti, eksperiencën e tij dhe kualifikimet e tij. Prokurori kërkues, arrest në burg, a kam prova, s'kam prova, s'ka rëndësi. Lidhe këtë dhe me rastin Meta, të lutem. Pra, gjykata noter pranon kërkesën e prokurorit. Shkon personi që i vendoset me siguri në apel. Apeli noterizon kërkesën e prokurorit, vazhdimsinë dhe vjeshmërinë e masë sigurimit. 1. Prokuror. 2. Shkalla e parë një gjyqtar, pra 2 persona e pan. 3. Prap një gjyqtar, pra 3 magjistrat. Heq prokurorin së shkërkues, 2 magjistrat sepse janë vendimarrës. Dhe shkojmë tek gjykata e lartë që janë 3 gjyqtar që janë edhe ata pjesërisht magjistrat për plepaxhi dhe ata shikojnë a është vendosur ashtu siç duhet masa apo jo, plotson kushtet apo jo. Pra, ishte prokurorin vendosim 1, 2, 3, 4, 5, pra 5 totalisht magjistrat nuk kuptuan që ndaj zotit Gëllçi ishte bërë një padrejtësi. Në të njëjtën kushte ke dhe Metën. Sepse që të vendosësh një masë sigurie, duhet të bashkëveprojnë në të njëjtën kohë, jo pas një muaj, pas një javë, 3 kushte
thelbësore për vendosjen e masës sigurisë ndaj teje. 1. Mos prishjen e provave, 2. Largimi nga vendi dhe 3. I njëjti krim apo krim më i rënd. Por në të njëjtën kohë, në rast se mungon njëra nga këto të treja, nuk mund të vendosësh masën arrest në burg, po të vendosësh arrest në shtëpi ose detyrim paraqitje. Rasti Meta, të lutem, nuk e shikojmë akoma, s'është politike. Edhe rasti Gëllçi ishte pikërisht politike. E pat skandalin me Retëshën, qa u bë aty nami, ish njerëz nga puna, sigurisht e pron private. Tani, kjo këtu, reforme famshme e trajnuar nga amerikanët, europianët, kanadezë, marokjanë, afrikanët, edhe nga ministri Ilir Panda, Plepa 2. A ka qenë zoti Panda me Plepa 2 apo jo? A ka qenë ministru zoti Panda apo jo? Ministri drejtësia, a ka qenë apo jo? Nuk e di. Tani, Juri Kim ti që na the për reformën e famshme. Pse duhet një ish ministër të bëhet gjyqtar në kolegjin penal ose në gjykatën e lartë? A na the që sistemi drejtësisë duhet jetë me magjistrat, Juri, edhe të tjerë mashtrues që na keni mashtruar nga mesi deri në darkë? Jo mua, por të tjerë. Pra, zoti Panda ka qenë socialist, ka qenë ministër, nuk shpith. Ka thënë, na përgënjeshtron, jo nuk ka qenë. Ti je mashtrues ordiner dhe nuk ka qenë ai ministër. Ai ka qenë ministër. Drejtësie, tani me kë ka qenë, se di, gjeni vetë. E pam në këtë rast që zoti Panda e të tjerë nuk e pam që zotit Gëllçi nuk ekziston në këto kushte. Shkojmë tek rasti i gjykatës kushtetuese, Plepaxhit të tjerë edhe këtu. Rastet Tushe, Sonila Betjaj, Altin Binaj. Reformator të sistemit të drejtësisë, njerëz me provojë amerikane dhe europiane, dyshoj për nga aspekti profesional kushtetues. Dhe po pikërisht këto çfarë vendosin europianistët, amerikanistët të Partisë Demokratike Amerikane flasën, nuk flasun për ato që duhet për Amerikën e vërtet. Mos tare çështjet për shqyrtimin shans penale. Po. Këta të europianizuar, të trajnuar, të skanuar, të filtruar, të gjelbruar, lavazh nga mjesi deri në darkë, vjen gjykata europiane të drejtave të njerëzit dhe i thot, më falni, këtë person, nuk është se keni vendosur mas sigurie, po këtë person e keni dënuar zotin Gëllçi, e keni dënuar, nuk i keni vendosur arrest në burg, e keni fut në burg dhe i keni thënë që ti e meriton burgun se ti dënohesh. Te i thënë zotit Gëllçi. Te i thënë. Dhe këto tani europianët këtu duhet të paguaj një faturë, po jo të paguaj taksa pagues shqiptar. Urdhëro faturën. Po pse ta paguajmë ne faturën e këtyre? I kemë shënime këtu. Pse duhet të paguajmë ne lek për gabimet e këtyre Plepaxhive? Me prova. Pse unë duhet të pagoj Vitore Tushën, Sonilën, Altinin? Pse? Pse unë duhet të vloj Ilirin, Medin, Albana? Pse duhet i pagoj unë këto padrejtësi që kanë bërë këta? Tani nuk i kam emrat e gjyqtarëve të tjerë të reformuar të drejtësisë të kalbur. Por pse unë duhet të paguaj një faturë që unë nuk detyrohem ta bëj këtë gjë? Dhe pse mos t'i hiqet rroga e këtyre nga gabimi që i kanë bërë Gëllçit? Se kështu ndodhe dhe për Metën, kështu ndodhe dhe për Ahmetajin, kështu ndodhe dhe për të tjerët. Pra, burra futeni në burg se populli, burra futeni në burg se kemi urdhër. E kupton tani logjikën? Pra, unë ftoj Sonilën, notere ka qenë kjo. Po, notere. Vitore, Altinin, Ilirin, Medin, Albanën, i ftoj të paguajnë vetë faturën për Gëllçin. Po ashtu, të paguajnë për Metën, të paguajnë për Evelien, të paguajnë për të gjithë politikanët të tjerë shqiptar, që ata nuk veprojnë
edhe për një qytetar të thjesht, si është Gëllçi. Po ta pagojnë ata nga xhepi i tyre dhe jo ata të abuzojnë duke na thonë ne po respektojmë kushtetutën apo ligjet shqiptare. Po ky vendim është mbi ligjet shqiptare. Sepse është kushtetuta e para, marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar me ligj, që vjen këtu vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Pra unë kështu mendoj për rastin e zotit Meta, sepse e mbani mend ju rastin e lobimit, ra lobimi. Prokurori tha nuk kemi për lobim, po më masim a ka lek vjera apo s'ka dhe çfarë bënte gruaja e tij. E kuptuat për rastin Meta. Kjo është. Unë avokat të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.